unë nuk do të heq dorë nga besimi mbi fjalën e Perëndis. Sepse është kjo fjalë ajo që mua më ka lënë të drejtë. E nëse unë do të lexoj të Romakët, fjalën e Zotit, ajo është e qartë tek kapitulli 8, vargu 14 deri në 18 thotë kështu. Sepse të gjithë ata që udhëhiqen nga fryma e Perëndis janë bij të Perëndis. Sepse ju nuk keni marrë një frymë robërie, që të keni përsëri frikë, por keni marrë frymën e birësisë, me anë të cilës ne thrasim Aba, o Atë. Vetë fryma i dëshmon frymës son se ne jemi bij të Perëndis. Dhe nëse jemi bij, jemi edhe trashëgimtar. Si trashëgimtar të Perëndis, ashtu edhe bashkë trashëgimtar të Krishtit. Nëse vuajmë bashkë me te, që edhe të përlëvdohemi bashkë. Sepse unë mendoj se vujtjet e kohës së tashme nuk vlen as pak në krahasim me lavdin që do të zbulohet në ne. Zoti Perëndi të ka thirrur si bir. Zoti Perëndi të ka thirrur si bi. Ai ka marrë dhe ka vendosur një karrik. Ai kërkon që ti të ulesh në këtë karrik. Zoti Perëndi kërkon që të ulesh në karrigën e birit, në karrigën e bis. Por ka diçka të cilën unë nuk mendoj se është në një sekret i madh. Sepse ndoshta dikush mund të mendojë dhe thotë, si mund të ulem unë në një karrig me Atin e qiellit, me Perëndin, si mund të ulem në një vend falë në një karrig? Në një karrig ku Ati është në të njëjtën tavolinë bashkë me mua, Perëndia është bashkë me mua. Fjala e Zotit thotë, të gjithë ata që udhëhiqen nga fryma e Perëndis. Të gjithë ata që udhëhiqen nga fryma e Perëndis janë bij të Perëndis. A mund të kem një haleluja? Zoti Perëndi është personi i cili në fakt në çdo moment është duke thirrur bijt dhe bijet e vet. Që të mlidhemi, e të ulemi, e të rrim si të tillë. Por shumë kohë më përpara tregohet një histori, e kam treguar edhe një herë në Kish, që kishte qenë një emigrant në Amerikë, kishte punuar për 18 vite në punët nga më të vështirat. Pas 18 vitesh ai kishte arritur që të fitonte para aq sa të blinte një bilet që të kthehej me një traget nga New Yorku përsëri në Europë. E blen këtë karrigën dhe kishte kursyer, këtë biletën e blen, kishte mbushur çantën e tij me bukë sepse ishte një muaj ultimi në atë kohë. Dhe gjatë gjithë kohës, kur të gjithë pasagerët shkonin dhe uleshin dhe hanin dhe pinin në këtë tragetin ku kishte hyrë, ky gjente një vend aty, hapte atë çantën dhe filloi duke ngrënë atë bukën që në fillim ishte freskët, pastaj të nesër një çik më e fortë. Edhe në fund, ai vetëm 2 ditë përpara se me shkuaj e buka ishte bërë aq e fortë sa që mezi mund ta thente me dhëmbët e tij, ndoshta edhe kishte thyer në një dhëmb gjatë kohës. Ditën e fundit, një person vjen dhe i thot, po pse nuk vjen dhe ulesh me ne për të ngrënë, thot, po gjithmonë kur ne ham, thot, gjatë gjithë udhëtimit, ti e ul në një qoshe atje dhe në atë qoshën të ulur, ti han atë bukën që ke në trastën tane. Po thot, më falni zotëri, thot, po unë thot kam patur mundësi, thot, që të blej vetëm biletën. Nuk kisha mundësi që të paguaja ushqimin që ju hani gjithmonë. Po pse zotëri, thot, ti nuk e ke lexuar biletën? Pse, thot? Po në bilet, ushqimi është i përfshirë. Shumë herë.
Ne bëjmë si ky njeri, ulemi në një qoshe atje dikun, edhe merremi me ato kursimet tona, me atë mundin ton, me atë forcat tona që themi kemi arritur, dhe habitemi si është e mundur që të tjerët ulen në tavolina. Ai që ka pranuar Jezus Krishtin si Zot dhe Shpëtimtar, ai person që ka thirrur frymën e shenjtë të vijë dhe të banoj brenda, ai person e ka biletën e plot. Ati Perëndi ka vendosur për ty dhe për mua një karrik, dhe ai pret që ne të ulemi në këtë karrik, të mos e lëm bosh, të ulemi, jo të ulemi në tokë diku në përqoshet e kësaj bote, në përplurin, në përpislekun e kësaj bote, duke u munduar që ne të mbjetojmë. Ati Perëndi ka një karrik për ty, dhe ai kërkon që ti të ulesh në këtë karrik, në tavolin me atin, si bir i Perëndis. Fjala e Zotit thot, në mes përpara të gjithë armiqve të tu, ai do ta mbush tryezën, do ta shtroj tryezën. Shumë herë ne në fakt na duket më sigurt ai cepi jon dikun, ai vendi ku ne kemi ndoshta më rahat, se me fuqinë ton kemi arritur ta mbushim atë trastën ku brenda saj kemi bukën ton të përditshme, dhe themi që Zoti e ka siguruar bukën ton të përditshme, por faktikisht është trasta jon. Ati Perëndi është një person i cili nuk të ka thirrur ty në mbretërinë e Perëndis, që ti t'jesh një person që Zoti të t'jap ty një kafshat buk, dhe pasi ti ke ngrënë të kafshat buk, të vraposh në përbot si lypcar për të mbushur barkun. Ati Perëndi, Jezus Krishti, Zoti ynë, është Zoti i cili në Bibël, javën e kaluar thash, ai mori bukën, mori peshkun, e ndau, dhe fjala e Zotit thot, derisa u ngopen, ai ju dha. Më dëgjoni, në tavolinën e Atit, nëse ne ulemi në karrikën që Ati ka bërë për ne, gati, në atë tavolinë, është tavolina e bollekut. Këtu nuk është fjala thjesht që unë apo ti do t'jemi duke ngrënë mjesin, drekën dhe darkën. Por Zoti ka për ne çdo gjë që ne kemi nevojë. Unë dua në fakt t'ju inkurajoj sonte, sepse me dhimbje duhet të them, ka shumë njerëz të cilët në fakt vuajnë në këtë botë, ndoshta në kishën tonë, e vazhdojnë duke thënë Jezusi është një Zot, po më dëgjoni. Zoti thot, unë e dua që shtëpia ime të jetë shtëpia e lutjes. Ndoshta do të jetë, është e vështirë ajo që ti e duke kërkuar. Ndoshta të duket aq e madhe dhe e pamundshme ajo të cilën ti je duke pritur. Por unë dua të premtoj diçka. Nëse ti ulesh në karrikën që Ati ty të ka vendosur përpara, dhe ti ulesh me besim dhe thua, kjo është karrika që Ati im ka vendosur për mua. Ati Perëndi nuk ka vendosur për ty dhe për mua një karrikë ku ti me zipret të ngrihesh e të vraposh pastaj në përbot që të plotësosh ato gjëra të cilat janë mangut në jetën tënde. Unë të premtoj në emër të Jezus Krishtit një gjë. Nëse je ulur dhe do të ulesh në karrikën që Ati Perëndi ka vendosur për ty si bir, unë të premtoj në emër të Krishtit që pasi ti t'jesh ulur,
dhe ke përballë në tavolinën ku ti je ulur, ke atin e qiellit. Unë të premtoj, çdo gjë në jetën tënde është e plot. Bota nuk ka më vlerë për ty dhe plotësia e Perëndis është në jetën tënde 100%. Ati bën thirrje për ty dhe për mua që të ulemi. Zoti nuk thot që ulu edhe mbaje mendjen dikun tjetër pastaj. Por ai na bën thirrje që ne të ulemi në prehjen e tij. Në prehjen e Perëndis është vendi ku në fakt ne jemi të lirë. Në prehjen e Perëndis jemi të lirë nga smundja. Jemi të lirë dhe të çliruar nga mallkimi. Jemi të lirë dhe të çliruar nga çdo lloj pushteti demonik dhe satanik. Nuk ka fuqi, asnjë fuqi satanike apo demonike ti afrohet afër karrigës ku Ati Perëndi ka sjell, e ka vendosur për ty dhe për mua. Më dëgjoni, mburoja është 100%. Por shumë herë ne jemi njerëz që rrim në këmbë, të strukur, por Perëndia thot, nëse jemi bij, jemi trashëgimtar të trashëgimisë, trashëgimtar si trashëgimtar të Perëndis, ashtu edhe bashkë trashëgimtar të Krishtit. A e kuptoni çfarë do të thotë bashkë trashëgimtar të Krishtit? Do të thotë, fjala e Zotit thotë Jezusi është i ulur në të djathtën e Atit. Ne jemi bashkë trashëgimtar të kësaj karrige. Më falni. Ne jemi ulur në të djathtën e Atit bashkë me Krishtin. Dikush përsëri kur ta dëgjoj këtë që po them, do të më përqesh. Por Zoti thot një gjë. Përqesës i kishës së Krishtit është vetëm djalli dhe demonet e tij. Ti mund të më përqeshësh, por unë jam ulur në të djathtën e Atit. Ti mund të bësh sarkazëm me mua, por unë jam ulur në të djathtën e Atit. Sepse besoj se jam bashkë trashëgimtar i Jezus Krishtit, atje ku është Krishti, ashtu si që është Krishti, atje jam unë dhe ti, dhe ashtu jam unë dhe ti. A mund të kem një duar trokitje Zotit fort? Ndoshta mund të dukem edhe klon që jam ullë sonte këtu përpara. Por më dëgjoj çfarë duhet të them. Është më mirë që ti të më thuash mua klon, se sa unë të mos ulem si bir. Djalli kërkon të na quaj të tillë, sepse është tërbuar tashmë se kjo kish është ulur në të djathtën e Atit si bi dhe bia. Ai nuk mund ta pranoj këtë. Ai nuk mund ta pranoj se Zoti ka zbuluar tek ne se ne jemi bi dhe jemi bashkë trashëgimtar. Të lutem mos u ngri në këmbë për shkak se djalli do të përqesh apo djalli do të përçmoj. Mos u ngri në këmbë. Ai nuk ka asnjë lloj pushtetit dhe asnjë lloj fuqie tjetër përveç se të bëj këtë gjë. Unë besoj një gjë, që dua të ndaj me ju, prindrit tanë.
janë zgjedhur që të jenë të ulur në këtë karrigë. Vëllezërit dhe motrat tona janë zgjedhur që të ulen në këtë karrigë. Unë do ju them diçka që ndoshta dikush sonte në kish edhe mund të më marr për keq. Duhet më mirë të më marrësh për keq se sa të mos ta them. Sikur Perëndia, sikur më falni, unë të mos jetoja i ulur dhe të mos ta përjetoja këtë ulje në të djathtën e Atit. Unë të premtoj sonte, unë nuk do të isha duke predikuar sonte në këtë kish. Do merresha me diçka tjetër. Por unë jam ulur dhe jetoj në prehjen e Zotit dhe prandaj e falenderoj dhe e adhuroj Jezus Krishtin, Zotin tim. Zoti Perëndi të ka thirrur ty, ka thirrur njerëzit tanë që të vime të ulemi në të djathtën e Atit. Bi dhe bia, unë dua që ju sonte të merrni në mënyrë vizuale këtë karrigë. Edhe të thuash, kjo është karriga që Ati Perëndi ka vendosur që unë të ulem aty. Dhe kërkoj Zotit që ti të jetosh në prehjen e Tij. Ti e ulur, unë jam ulur. Po ti shikon që Ati ka edhe karrigat e tjera që janë bosh akoma. Ato karriga Zoti është duke i pritur që të ulen njerëzit tanë, të afërmit tanë, kolegët tanë, shok tanë të klasës, të ulen aty bashkë me Perëndin. Unë e shoh të vajzën këtu sot. Dhe ajo çfarë Zoti më thotë është kjo, unë, thot Zoti, e kam zgjedhur atë vajzë të vogël si bien time. Në mbretëria e Perëndisë është një mbretëri që është mbretëri e brezave. Unë jam Ati, thot Perëndia, i Abrahamit, i Isakut dhe i Jakobit. Perëndia ynë është Perëndia i brezave të ndryshëm. Nuk është një Perëndi i cili kërkon që ne të bijem pre e mashtrimeve të djallit që kur prindrit tanë mund të thonë koha jon iku, Zoti është për ju. Ne të vazhdojmë të jetojmë me këtë gjë duke thënë si të mirëqen e mirë, por e vërteta është kjo. Një ditë, kushdo nga njerëzit tanë do të përballet me një të vërtetë që unë i lutem Zotit të jetë e vërteta që Perëndia do t'ju zbuloj dhe do t'a pranojnë kur do të dëgjojnë se Jezus Krishti është Zot dhe shpëtimtar. Dhe ne këtë kemi besim në jetën tonë. Nëse njerëzit e tu ta kanë sjellë në majë të hundës, aq shumë ta kanë mërzit, sa që i thua Jezusi është Zot, dhe një ditë ai apo ajo do të shkoj në ferr. Unë po të them diçka, nuk je i ulur në këtë karrikë që Ati ka sjellë për ty. Në këtë karrikë nuk pret të shikosh dikën duke pritur ditën kur ta shikosh duke shkuar në ferr. Në këtë karrikë ti je ulur në karrigën e dashurisë. Në karrigën që në fakt kjo është e kuqe, por që në të vërtetë është larë me gjakun e Jezus Krishtit. Ti ulesh aty duke besuar dhe Zoti do të jap liri nga inati, nga dëshira për hakmarrje. Zoti do të jap liri ty nga mosfalja. Në këtë karrigë i ulur
ti do të jesh i mbushur me dashuri për armiqtë tu. Për njerëzit që ndoshta ty të kanë kthyer shpinën. Për njerëzit që ndoshta ty ta kanë nxirr jetën. Ti nuk do të shikosh më këta njerëz si armiqtë tu, por në këtë karrige i mbushur me dashurinë e Perëndis, i mbrojtur me gjakun e Jezus Krishtit, me sakrificën e qengjit të qiellit. Ti do të shikosh këta njerëz si thesarin e Perëndis. Shikimi yt armiqësor do të largohet. Urrejtja jote do të hiqet. Sepse në këtë karrik ti do të shikosh atë çfarë Krishti ka bërë në kryqin e Golgotës, që inati yt, mosfalja jote, urrejtja jote është marrë dhe është paguar. Ati Perëndi nuk ka vendosur një karrik për ty dhe për mua që të ulemi 3 herë në ditë, 2 herë në javë, 1 herë në 2 javë, 1 herë në vit, 1 herë në 6 muaj, kur të kujtohet që ka dikun kish, unë po shkoj. Jo, Ati Perëndi kërkon që ne të ecim të ulur në këtë botë, të vrapojmë të ulur në këtë botë. Pastor, si mund të vraposh i ulur? Po, se Ati Perëndia është ulur, e ka kryer. Kjo karrig nuk është karriga e dembelve. Sepse ndoshta dikush do thotë, sa qef, po shkoj ulem, rri ulën tan jetën. Jo, është karriga e bijve. E kjo karrig nuk justifikon dembelët. Kjo karrig nuk bën kompromis me të keqen. Kjo karrig është vendi i lirisë nga e keqja, është vendi i lirisë nga smundja, është vendi i lirisë nga mallkimi, dhe është vendi i bekimit dhe i mburojtjes së përjetshme në emër të Jezus Krishtit. Një duar trokitje Zotit fort. Fjala e Perëndis vazhdon te Galatasit kapitulli 4 vargu 7 thot, prandaj ti nuk je më skllav, por bir. Dhe në qoftë se je bir, vije edhe trashëgimtar i Perëndis përmes Krishtit. Më dëgjoni, nëse je në këmbë, je skllav. Ulu. Jo, dilni ju. Ulu dhe rri në të djathtën e Atit. Ulu në karrigen e birit. Ulu, sepse në këtë karrig Zoti kërkon që ti të shërbehesh. Fjala Zotit thot, sklavi është ai që rrin në këmbë dhe shërben. Bi dhe bia, fjala Perëndis thot, prandaj ti nuk je më sklav. Zoti nuk të ka vendosur në anijen e tij që ti të ushqehesh me kursimet e tua. Zoti të ka thirrë në mbretërinë e tij, atje ku ai ka plotësuar, ka siguruar për çdo që i lutet, që ka një jetë me të që është ulur, dhe nuk bën jetën e sklavit.
Zoti Perëndia kam thënë javën e kaluar, nuk thot ulu, ha një kafshat buk. Ti merr një kafshat buk, me zipret të ngrihesh nga tavolina që gjesh në një fast food që të mbushësh stomakun në këtë botë. Jo. Ushqimi i kësaj bote, më dëgjoni, kur ti do të jesh i ulur në këtë karrik, ushqimi i kësaj bote do të duket plera. Nuk flas kundër restorante, fast foodeve që ka njerëzit kishën tonë, se ju duhet më kuptoni, unë po flas për një ushqim frymor, po edhe për bukën e përditshme. Se dini çfarë? Ne të gjithë besojmë se me Perëndin asgjë nuk është e pamundur, apo jo? A ka në njëri këtu që nuk e beson këtë gjë? A beson që me Perëndin çdo gjë është e mundur? Po. Okej, kur? Nesër. Tani! I di Zotit bekoft. Tani! Se ne besojmë Zotin si Zotin e mrekullive, po harrojmë që ai është Zoti i bukës përditshme. E ne duhet të besojmë që ai është Zoti i zbritjes së bukës së përditshme. Bukën e përditshme na e jep ti sot. Jo bukën e përditshme nga kursimet e mia, nga trasta ime, po e ha unë sot, edhe ti në punë tënde e unë në trast time. Po kështu bëjmë. Kështu e bëjmë ne të krishterët shumë herë. Zoti dashur, unë ti e i mall. Brap të trasta që kam bërë. Më dëgjoni, ulu. Zoti Perëndi, Ati, ka bukën e përditshme për ty dhe për mua. Fjala e Perëndis vazhdon duke thënë te Efezianët kapitulli 1 vargu 3, i bekuar qoftë Perëndia dhe Ati i Zotit ton Jezu Krisht, që na bekojë në çdo bekim frymor në vende qiellore në Krishtin. Ku jemi të bekuar? Në vende qiellore. Që do të thotë kjo në vende qiellore? Kur të vdes unë atje, do më thonë, do shkoj edhe se atje kam bekimin, edhe me zi pres me vdek, me shku, me marr bekimet në qiell. Jo more, sot ne jemi në vende qiellore. Kisha Jezus Krishtit është në vende qiellore. Unë dhe ti nuk jemi të qendra krishtere shqiptare, rruga Zenel Baboçi, numër 37 Tiranë. Ne jemi në vende qiellore, të ulur në të djathtën e Atit, se jemi trupi i Jezus Krishtit, dhe atje ku është Krishti, është edhe trupi i tij. A mund të kem një haleluja? Tani mos harroni adresën e kësaj kishte, se kam shumë frikë që nuk mbini të premë të tjetër. Jo, hajdeni këtu, kjo është adresa fizike. Fjala e Zotit thot, qoftë i bekuar Perëndia, sepse ai na ka bekuar ne, na ka bekuar me çdo bekim frymor në vende qiellore në Jezus Krishtin. Unë do doja sonte që ti të mos rrishin kam. Olo. Aty, olo, mos dil. Po nuk ka nevojë me dal, se mund të jesh në kam ulur. Po tash na trashë do të thoshte.
Po, mund t'jesh në këmbë ullur, se thua kur po mbaron. Për mu, nuk du me mbaru sonte. Ullu, më dëgjoni ju lutem. Mos prit me zi që të mbaroj unë e ti t'ikësh. Sepse nga një herë kur vim në kish, më shikoni lutem një sekond, kur vim në kish, ulemi kështu. Sa fillon predikimi, sa mbaron adhurimin ngren kamen. Dhe pastaj, me zipret që të mbaroj predikimi, e t'jam bushësh me vrap. Po, ndodh. O, do të të binë që jam klon. Të lutem. Jo start. Ullu. Të lutem, më dëgjoni. Ulluni në vendet qellore. Besoni se jeni të ullur dhe jeni trashëgimtar, bashk trashëgimtar të atij vendit ku është ull Jezusi Zoti jot, dhe shpëtimtari dhe Zoti im dhe joti. A mund të kem një duar trokitje Zotit fort?